Sahih al-Bukhari. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Të ndëruar vëllezër dhe motra, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, mirë se po takohemi në takimin e radhës rreth komentit të haditheve të Sahih Bukhariut, Allahu e pasmëshiruar. Jemi në kapitullin e imanit, besimit, respektivisht në hadithin e 17 më radhë të këtij kapitulli, e që Imam Bukhariu e emërton bab alamatul imani hubbul ansar, shenjë e imanit është dashuria ndaj ansarëve. Pastaj cek hadithin e Enesit radiallahu anhu, në fakt hadithin e Enesit radiallahu anhu se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: ayatul iman hubbul ansar wa ayatul nifaq bughdul ansar. Shenja e imanit është dashuria ndaj ansarëve, dhe shenja e hipokrizisë munafiqllëkut është urrëtia ndaj ansarëve. Po kush janë ansart? Ansar janë medinasit, janë sahabët e Medinës, sepse nga historia islame, respektivisht biografia e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kuptojmë se pejgamberi një pjesë të jetës së tij e kaloi, po flasim si profet e pejgamber, një pjesë të jetës së tij e kaloi në Mekë, pjesën tjetër e kaloi në Medinë. Kështu që në Mekë besuan një numër i konsiderueshëm i mekazëve, u bën musliman, sahab, shok të pejgamberit. Një pjesë tjetër në Medinë u bën shok të pejgamberit, pranuan islamin. Ata të cilët ishin në Medinë, në Mekë, u quajtën muhajir, sepse u shpërngulën në Medinë, komplet kryen pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Muhajir. Dhe ne themi muhajir, e përdorim fjalën edhe ne shqiptarët, jena muhajir. Muhajir, jemi shpërngulur prej Toplicës, prej krahinës së Nishit, në fund të shekullit 19, 1877-78, edhe pak, do shta pak e ka 79, 2-3 vitet në atë kohë. Mëra 2-3 viteve, jemi shpërngulur rreth mbi 600 fshatra, siç thojnë historianët, jemi detyruar të bëjnë hijrat, për ata na thojnë muhajir. Muhajiri ishin ata që ishin shpërngulur nga Mekka në Medinë: Ebu Bekr muhajir, Omeri muhajir, Aliu muhajir, Abdurrahman bin Awfi muhajir, Abdullah Mesudi muhajir, dhe kështu me radhë. Shumë muhajir. Këta që ishin në Medinë, këta sahabë që mirëpritën pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, u quajtën ansar, e që ishin arabët të përbërë nga 2 fise, që banon në Medinë, fise Aus dhe fisi Khazraj. Para ardhes së Islamit, këta u quanin Beni Qajle. Pas e pranuan Islamin, u quajtën ansar. Ansar e fituan këtë epitet, këtë llaqab. Ansar dhe thotë ndihmëtar. Ndihmëtar. Sepse i ndihmuan pejgamberit Zotit sallallahu alaihi wasallam. Fillimisht duke besuar se pejgamber qysh në Mekë kur e takuan, që na vjen më vonë hadithin tjetër, inshallah të radhës, kur e takuan me pejgamberin në Mina, këtë haxhit, në haxh. Dhe pranuan një pjesë e tyre në Islamin, pastaj e përsëllën këtë Islam në Medinë, pastaj u shtu numri i tyre. Dhe derisa i kërkuan pe pejgamberit: hajde tek ne ti në Medinë, na të mirëpresim. Pra ja cilën dyrt e zemrës, ja hapën dyrt e shtëpijave, dyrt e pasurisë,
Dhe krejt që ka patën, i ndonë me muhajgjert, me vëllezërt e tyre, muhajgjer nga Meka, e futën vetën e vetë, familjet e veta, pasurinë e vetë, krejt që ka kishin në dispozicion të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam me përdorur për dinin islam, për fjalën e Allahut. Ansart, ndihmtar, kështu e quajti pejgamberi, kështu e quajti Allah azza wa jall, dhe ishte nder i madh për ta. Më pas kjo përcëll me gjenerata dhe me shekuj, filan është për ansarve, pra për atyne burrave të mëdhej, të cilët e kanë mirëpritur pejgamberin në Medinë dhe kanë dhënë krah të fortë islamit dhe muslimanëve. Andaj ka qenë një privilegj i madh me qenë për ansarve. Pra shokët pejgamberit, të cilët kanë qenë Medinas me popër arab me origjinë nga Medina, janë quajtur ansar. Arabët të cilët kanë ardhur nga Meka janë quajtur muhajgjer, edhe bashkë muhajgjer dhe ansar, dhe kanë formuar një shoqëri në Medinë, e quajtur shoqëria e re në Medinë pas shpërngulës së pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, ku pejgamberi bëri një faralloj aleance, bëri një bashkim, një vëllazërim të muslimanëve mes vete, madje edhe një farlloj marrëveshje edhe aleance edhe me të tjerët që nuk ishin musliman, por ishin në Medinë, se fjala vihet që futet që ishin një pjesë e komunitetit jo i vogël që jetonin në Medinë, por është temë tjetër, dhe formua dhe kushtetuta e parë e Islamit dhe kushtetuta e parë e njerëzimit e njohur kushtetuta e Medinës, por ajo është temë tjetër. E rëndësishme për neve këto është se Imam Buhariu po e cek kur pa do me fol për imanin, se iman është edhe jo vetëm me besu Zotin hak, por edhe amel, vepër. Këtu po do me tregu hadith pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se dashuria ndaj këtyre burrave të mëdhej është prej imanit, sepse këta janë burra të mëdhej, të cilët e kanë mirëprit pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe kanë gjendje çdo gjë me bo për pejgamberin alaihi salatu wassalam. Për ata kur ka ardhur i bekuar, kur ka bëu hijrat në Medinë, që dim nga historia e shpërngulës pejgamberit alaihi salatu wassalam, se cili prej tyre ka qenë dia ka hap dyert të shtëpive, ja Rasulullah, eja te one, eja te one, eja te one. Ja Rasulullah, eja te on banon shpëtam, krejt e jot jashtë. Pra bënën shumë për Islam, bënën shumë për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Andaj Allahu e fiton dashurinë e pejgamberit, e fiton dashurinë e Allahut, e i dashti Allahu ata njerëz, dhe Allahu u bë razin ndaj atyre njerëzve, dhe Allahu i lavdroi me Kur'an ata njerëz. Për ata Allahu i madhroi përmend në shumë vende në Kur'an, si fjala e vije në ajetin në surën Tobe, as-sabiqun al-awwalun min al-muhajirin wal-ansar wal-ladhina ittaba'uhum bi ihsan radiyallahu anhum wa radu anhu. Muhajgjirët të hershëm, të parët muhajgjirët dhe ansart, të dy grupe që Allah që ceka pak më herët, me kazë me dinasit, dhe ata që erdhen pas tyne, që pasuan me të mirë, që shuan tabiin. Radiyallahu anhum, Allah është i kënaqur me ta, po dhe ata janë të kënaqur me Allah, e formuan një shoqëri tre islame. Pra ansart janë evlija të Allahut, janë miq të Allahut. Andaj dashuria ndaj tyre është dashuria ndaj dinit, është dashuri ndaj pejgamberit, është dashuri ndaj imanit, është dashuri ndaj Allahut, dhe më thonë te bareke ve taala, dhe është alamet e imanit, shenjë e imanit. Kështu që ne të dashurit e mi e kemi për obligim të duam këta njerëz, të cilët i ka dash pejgamberi, të cilët i ka dashur Allah azza wa jall, dhe që pejgamberi e ka konsideruar alamet shenjë të imanit me i dash këta burra të mëdhej. La ilahe illa Allah. Sa'd bin Muadhi, pej ansarve, kur ka vdekur Sa'd e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, para se me vdekur e kanë sjellë në të plagosën. Ka thonë, e kanë sjellë në dur, hopa, se plagosën ka mujt me hec. Pejgamberi ka thonë, çon burra, çon në kam se po vjen i pari juv. Edhe vetë ngrit kam për ta. Atë që me ka respektuar. Dhe kur plagosa i ka thonë lemna në xhamia të ngat. Në xhami lemna pejgamberi që shtëpiat, dhomat e veta gjithë me xhami. Në xhami lemna ta mjekojmë e ta vizitojmë në Sa'din. Atë shumë që ka dashur, ka qenë për ansarve, dhe kur ka vdekur Sa'di, pejgamberi ka thonë, arshi Allahut është lëkundur.
La ilaha illallah. Sa shumë I ka lavdruar pejgamberin hadithet shumëta të përgjithshme, po edhe të veçanta një nga një apo disa prej tyre veç I ka lavdruar ai bekuar këta ansar dhe ka thonë, po mos të isha kush jam pejgamberit edhe që kam lindën në Mekë, do të isha ansar vet. Pra unë jam prej tyne, unë jam I juve, ju jeni të mitë. Shumë I ka dashur ansar pejgamberi alayhi salatu wassalam, andaj edhe ne I duam ata ansar dhe dashuria ndaj tyre është alamet e imanit. Dhe përballë kësaj na thot ky bekur alayhi salatu wassalam, wa ayatun nifaq bughdul ansar, dërsa shenje e hipokrizisë, e dyftërsisë, e munafiqllukut. Nifakut, munafiqllukut është me urrejt ansart, Allahu na ruaj. E qysh I urrejn njeri ata burrat më dhej. Qysh I urrejn njeriu ata burrat më dhej. Pra dëni kush I urrejn ata burrat më për muslimanën që pretendon se musliman, Rafidit. Rafidit I urrejn ansart. Rafidit I urrejn muhaxhirët, edhe I urrejn sahabët e pejgamberit krejt në përjashtim të 6 vetave 7. Po është tim tjetër dhe s'dua mas të përmendim këto, ata të futim tim tonë, sepse më duke folë për iman, sepse më duke folë për alametet shenjat e imanit, me të cilat ne muslimat ngritemi, afrohemi të Allahu te bareke ve teala. Pra, për fund, ne afrohemi të Allahu me dashurin ndaj sahabëve krejt. Afrohemi të Allahu me dashurin ndaj ansarëve, medinasve, ngallënimtarëve, ndihmëtarëve, që ndihmuan dinin e Allahut azza wa jall me krejt ka patën. E që kjo tani në mënyrë indirekte është edhe mësim për neve, që edhe ne ta ndihmojmë dinin ton, kur do që na vjen kuti, dhe gjithmonë deri të vdesim, ta ndihmojmë dinin e Allahut azza wa jall. Ndoshta me këtë fitojmë razin, dhe është vetëm rrugë zotën me fitu razin, kënaqësinë e Allahut azza wa jall, që fituan këta ansar, e që thamë pak më herët në ajetin surë Tobe, Allahu tha radiyallahu anhum, Allah është I kënaqur me ta. La ilaha illallah, Allahu është I kënaqur me ta. Pse? E ndihmuan dinin e Zotit. Edhe ne ta ndihmojmë dinin e Zotit, e të qëndrojmë të fortë në din, e besnik në din, e punëtor të palëdhshëm në din të Allahut, për fjalën e Allahut, për fjalën la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, me shpresë që ta fitojmë razin, kënaqësinë e të madhit të Allah te bareke ve teala. Allahu na bëj prej atij ja rabbil alamin. Allahu na shtof dashurin ndaj islamit, dashurin ndaj këtyre burrave të mëdhej dhe të gjithë burrave të mëdhej që kanë qenë para nesh. Ja rabbil alamin. Dhe na bëft me ndjek rrugën e tyre dhe më ringjall bashkë me ta ditën e kiametit. Allahumma amin. Dhe deri në takimin e radhës. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.